Në një natë të qetë me yje të shëndriqme, disa policë po kryenin një operacion rutinë në bulevardin kryesor të qytetit, duke kontrolluar dokumentet dhe sigurinë rrugore. Makina dhe motocikleta kalonin patjësisht, disa ndaleshin në sinjalin e policisë, ndërsa të tjerat vazhdonin pas një kontrolli të shpejtë që kryhej mbi ta. Ishte një natë e zakonshme deri në momentin që diçka e pazakontë prishi qetësinë. Një makinë që afrohej në vend që të ndalonte siç kërkohej, përshpejtoi papritur dhe fluturoi përmes barikadës së policisë si një fantazmë në natë. Policët e habitur shkëmbyon shikime të çuditshme edhe më pas reaguan. Në ndjekje, vërtiti udhëheqësi i operacionit Filip. Mjeti që po largoi kryente manovra të rrezikshme mes makinave të tjera, duke shtuar tensionin e ndjekjes. Duhet të jetë i dehur, tha një prej policëve përmes radios. Rrugët që zakonisht ishin të qeta në atë orë, u shndruan në një skenë filmi aksion, me zhurmën e sirenave që përhapej mes ndërtesave. Ndjekja zgjati për disa bloqe dhe makina që po largoi duke i vendosur të mos dorëzohej. Por më në fund, në një rrugë pa krye, makina nuk pati zgjidhje tjetër përveç se të ndalonte. Policët, të cilët ishin të gatshëm për çfarëdo lloj surprize, ju afruan makinës me armë në duar. Zemrat u rrihnin fort, gati për çfarëdo të papriture. Duke mbajtur armët lart, ata urdhëruan drejtuesin të hapte xhamat e errët të makinës. Ndjej një tension i dukshëm në ajër dhe ishin të gatshëm të përballeshin me çdo rezistencë. Por ajo që pan kur xhami ul ngadalë i la të mahnitur. Policët thuajse menjëherë ulën armët, ndërsa drita elektrike ndriçoi diçka që nuk e kishin menduar kurrë. Në vend të një shoferi të dehur që prisnin të shihnin, para tyre ndodhej një djalë rreth 7 vjeç që po drejtonte makinën. Në sediljen e pasagjerit ishte një tjetër djalë i së njëjtës moshë dhe me pamje të ngjashme me të. Policët, duke ndjekur protokollin, edhe pse të habitur, i kërkuan djemve, të cilat u prezantuan si Luka dhe Gabriel, të dilnin nga makina. Sapo djem dolën, filluan të qanin nga frika që ndihej në zërat e tyre që dridheshin. Policët u shikuan mes tyre, të pasigurt për çfarë të bënin më tej. Fundja, ata ishin trajnuar për të përballur me kriminal, jo me fëmijë të friksuar që për një arsye të pashpjegueshme përfunduan duke drejtuar një makinë në mes të natës. Ndërsa përpiqeshin të kuptonin situatën, polici Filip ju afrua makinës për të parë më mirë. Kur pa në sediljen e pasme, zemra ju ndal për një çast. Për Zotin e Madh, mund të ma shpjegoni këtë? Pyetja ai me një zë të përzier mes shqetësimit dhe dëshpërimit. Vëllezërit, e duke fshirë lotët dhe duke u përpjekur të frenonin dridhjet, u shikuan mes tyre para se të fillonin të tregonin historinë e tyre. E dinin që ajo që kishin bërë ishte e paligjshme, por nuk shihnin rrugdalje tjetër. Sytë e policëve u zgjeruan nga kurioziteti, ndërsa përgatitishin të ndëgjonin historinë e djemve. Fakt është që më herët gjatë asaj dite Luka dhe Gabriel ishin të lumtur dhe plot me pritshmëri. Nëna e tyre Alisa, një nënë e vetme që kalonte çdo çast të ditës duke u kujdesur për 3 fëmijët e saj të vegjël, ishte kthyer më herët nga puna. Ajo punonte si kujdestare për të moshuarit dhe ky profesion i merrte shumë forcë, si fizike ashtu edhe emocionale. Ishte një punë e përhershme dhe e gjora kthej në shtëpi vetëm në mbrëmje. Por atë natë, ajo kishte liruar datën duke dëshiruar të kalonte disa orë të çmuara me fëmijët e saj për fshir foshnjën e porsalindur Sofin. Ishte një kohë e vështirë për ta, por megjithatë djemt gëzoheshin për pushimet e shkollës. Luka dhe Gabriel ndanin kohën në mes lojrave me video dhe aventurave tipike të djemve të moshës 7 vjeçare. Lojrat e tyre të preferuara ishin ato me gara makinash, të cilat i luanin me entuziazëm dhe rivalitet vëllazëror. Jeta nuk ishte lehtë për nënën e tyre të gjarë, që kur burri e kishte braktisur dhe ishte larguar me një grua tjetër, duke e lënë atë vetëm me 3 fëmijë, ajo luftonte për të mbajtur shtëpinë, për të bërë ballë jetës dhe për të siguruar disa të mira për fëmijët. Bara e përgjegjësive shpesh i duke e padurueshme, ashtu si dhe dhimbja e vetmisë, por dashuria për fëmijët i jepte forcë për të vazhduar të jetonte. Gjithsesi, atë ditë Alisa nuk ndihej mirë, që në mëngjes kishte një gjendje të rënduar, por i atribuoi lodhjes së akumuluar dhe rutinës raskapitëse. Ajo vendosi të kthehej herët në shtëpi me shpresën se një natë e mirë pranë fëmijëve të saj të dashur dhe një gjumë i mirë do t'i bënin mirë. Gruaja hyri në shtëpi dhe fëmijët u gëzuan për kthimin e nënës, duke filluar të tregonin çfarë kishin bërë
gjatë ditës. Alisa kishte sjell pica, një luks i vogël që e lejonin vetëm për raste të veçanta. Sytë e djemve shkëlqenin nga entuziazmi. Të hanin pica ishte një event që e prisnin gjithmonë me padurim. Mbrëmja ishte e këndshme. Ata qeshan dhe treguan histori të ndryshme. Por, papritur, ajo që duhej të ishte një moment gëzimi në familje u kthye në një makth. Alisa duke u ndjerë shumë e trullosur, u rrëzua në dysheme dhe humbi ndjenjat. Luka dhe Gabriel mbetën të ngrirë për një moment, me fytyra të mbushura me frikë dhe konfuzion. Ata shikuan njëri tjetrin me sy të mbushur me lot, pa e ditur çfarë të bënin. Nëna e tyre, e cila gjithmonë kishte qenë shkëmb i fortë për ta, tani qëndronte e pajet përpara tyre. Nën, zgjohu, thërisin ata dhe tunin gruan, por ajo nuk reagonte. A ka vdekur? Pyeti Gabrieli me lot në sy. Vëllai më i madh duke u përpjekur të qëndronte i qetë, thasa ajo vetëm kishte humbur ndjenjat. Luka i ngriti kokën për të ndihmuar të merrte frym. Pa humbur kohë, djali mori telefonin dhe thiri shërbimet e urgjencës. Në anën tjetër të linjës ju përgjigj se do të vinin vetëm pas një ore, pasi të gjitha makinat ishin të zëna. Vëllezrit nuk mund ta prisnin kaq gjatë. Ata kishin frikë se do të ishte tepër vonë për nënën e tyre. Duke mos pasur zgjidhje tjetër, Luka dhe Gabriel bën atë që askush nuk do ta priste nga dy fëmijë të vegjël, vendosën ta shpëtonin dëmën e vet. Ata tërhoqën trupin e saj drejt makinës së vogël që kishin dhe arritën ta fusnin në sediljen e pasme. Duke e ndarë rolin e tyre në një përpjekje të guximshme dhe të papritur, ata e nisën makinën dhe u nisën drejt spitalit më të afërt. Udhëtimi drejt spitalit ishte një aventurë me rreziqe të mëdha për dy fëmijë, por ishin të vendosur. Në çdo kthes mendonin për nënën e tyre, e cila ishte gjithçka për ta. Kur u ndalën nga policia, mendonin se përpjekja e tyre kishte marrë fund dhe shpresa për shpëtimin e saj ishte humbur. Por pasi e ndëgjuan historinë e tyre, Filipi, komandanti i policisë, u prek thellë. Pa humbur kohë, ai dhe kolegët e tij dërguan fëmijët dhe nënën në spital me makina patrulle. Fal heroizmit të djemve dhe ndihmës së shpejtë të policëve, Alisa arriti të merrte trajtimin e nevojshëm dhe përfundimisht u stabilizua. Më pas Filipi qëndroi pranë tyre, i vizitonte çdo ditë dhe i mbështeste emocionalisht. Me kalimin e kohës ai u bë një figurë e dashur për ta. Ndërkohë që Alisa po rimëkëmbte, familja e vogël e shihte Filipin si një mbështetje të re. Në një moment kur gjithçka duket e humbur, një akt guximi dhe mirësie shpëtoi një jetë dhe krijoi një lidhje të re, plot dashuri dhe përkujdesje. Për Filipin çdo vizitë në shtëpinë e Alisës bëi gjithë një e më e rëndësishme. Ditët që kalonin me Lukan dhe Gabrielin, dhe gjithashtu me Sofin, nuk ishin thjesht kohë e kaluar me miq, por momente që mbusheshin me gëzim dhe përmbushje të thellë. Alisë nga ana tjetër ndjente se me Filipin në pranë ajo kishte dikë që mund t'i besonte, dikë që e mbështeste dhe i jepte ndihmë, jo vetëm për fëmijët, por edhe për të përballur vështirësitë e jetës. Filipi shpejt u bë pjesë e pandashme e jetës së tyre. Për çdo fest, për çdo gëzim të vogël apo sfidë të përditshme, ai ishte aty, një figurë dashurie dhe mbështetje për Alisë dhe një baba i vërtet për fëmijët. Ata e pritin me padurim ardhin e tij çdo fundjavë, duke konsideruar Filipin jo vetëm si një mik të familjes, por si dikë që e plotësonte jetën e tyre me dashuri dhe lumturi. Pas disa muajsh, lidhja e Filipit dhe Alisë u bë aq e fortë sa që ajo filloi të mendonte për të si pjesë e pandalshme dhe e pandashme e familjes së saj. Për herë të parë, ata të dy, të lënduar nga e kaluara dhe të sfiduar nga vështirësitë, ndjenin se kishin gjetur tek njëri tjetri atë që gjithmonë kishin kërkuar, një dashuri të pastër dhe një familje të plotë.